Tani mo, tash e sa ku janë zhvillimet e njëjta, s'ka dilem që qytetarët e Republikës Kosovës presin sa më shpejt ndërtimin e institucioneve, edhe unë besoj që nga dalë po ofrohet koha dhe besoj shumë shpejt Kosova do të ketë institucionet e veta, shpresoj. Shqeqenin, si se subjekt politik ka një agjendë vetën për të shëruar, si me thonë, alternativat të ndryshme, aja që është e qartë është që duhet keni marrëveshje politike e cilat e tjetë Kosovës institucionet, edhe në parlament edhe në qeveri. Takimet kanë ndodhë, edhe do të ndodhin, sot e kemi edhe me presidentën, edhe besoj që takimet e tilla janë lajme të mira, kudo që ndodhin, pavarësisht nga kush thirrën, për faktin që shihet që është një përpjekje. Është një përpjekje për të gjetur zgjidhjen, besoj që ka me pasën, si me thonë, pjekurit mjaftueshme që në një moment caktuar të vijmë edhe të zgjidhja. Nisma është e gatshme, tash me dha kontributin e vet, me kanë e përgjeshme, me ofru zgjidhje, mbi bazën e fuqisë tonë politike dhe mundësisë tonë politike. Si subjekt, merr përgjegjësinë e vet. Ne si parti politike jemi pozicionuar, kemi dëshirë që të ofrojmë një zgjidhje, duke pa nevojën që të kalohet kjo krizë, edhe a do të jetë kjo zgjidhje përfundimtare, nuk varet më vetëm nga ne, varet nga të tjerët.